Nga një vlog tjetër këtu në kanalin tim nga shtëpia jonë në re. Unë tani në fakt munda të flas, edhe pse vlogun e kam hapur që në mëngjes. Kemi ngrënë mëngjesin ton, kam bërë ato pankekët me boronica, kam pjekur bukën, bërëm dhe drekën së bashku. Unë nuk hëngra sepse nuk mundem të haj shpejt drekën kur në orën 11 kam ngrënë mëngjesin. Edhe tani me që Gjesi do ikte për në punë, unë shkova tek marketi që kemi këtu afër, vetëm 6 minuta larg shtëpisë tonë, sepse më kishte ardhur pako nga bashkëpunimi me... Se ti pse ikën fokusi i kamerës, një pako bashkëpunimi nga Raboesi, është hera e 4-ta e 5 më duket që më çojnë për këpucët e tyre, por këtë radh nuk i kam marrë për veten time, i kam marrë për shoqen time Rajin, sepse dua që t'ja bëj dhuratë. Unë jam mbushur me pupa, kështu që ka radhe mendova t'ja jap, ti thoja Rajt edhe ti merrte ajo për veten e saj. Edhe ti hapim ti shikojmë, sepse unë nuk do t'ja jap me këtë lloj qese normale, do t'ja fus në një çantë të bukur, që t'i ketë të paketuara bukur, edhe të shikojmë se si do t'i rrinë. Tani shpresoj të kenë sjell masën, numrin që unë i kam thënë, mos i kanë gatuar përsëri edhe mos më çojnë në numrin tim. Shpresoj që jo. Këtu ca gjëra kështu në kinesçe, nuk e di. Edhe ti shikojmë pak se si do t'i jenë. Kapuckat. Ja, kanë këtë kartolinën që gjithmonë janë në numrin që duhet, sepse duket që janë më të mëdhaja se këmba ime. Rai ka zgjedhur këtë modelin kështu. Fal, prit të hap pak të dritën këtu. Ndes dritën që të dukemi tamam. Ups. Ja, tani po. Ja, këto janë këpuckat. Pupat që ajo ka zgjedhur janë shumë të lezetshme. Si këto ka edhe në ngjyrën vishnje, nëse ju pëlqejnë në ngjyrën vishnje, por Rai i zgjodhi këto të zeza dhe janë shumë të mira. Dhe vërtet janë shumë të mira, e kanë shumë të butë këtë pjesën e lëkurës edhe nuk të vrasin fare. Unë kam disa palë, mezi pres tani që po ngrohet koha të filloj t'i vesh, sepse ngelëm me atlete ose me çizme. Çizme në fakt kemi veshur më që kur kam mbaruar të bora, po prap pupat nuk i vesh dot sepse të mërdhin shumë këmbët, nuk bën aq ngrohtë sa të veshësh pupa. Por nesër dhe pas nesër që e ka dhënë 20 gradë, çuditërisht, do veshim pupa nëse do dal në një xhiro. Gjithashtu, me që shkova tek marketi, mora edhe plehun. Dje si që pat, nuk e din, jo në fakt, do t'ju lë një klip këtu, që u mora pak me mbjelljen e domatkave të vogla, por ato dy thesë që unë kisha marrë nuk më arritën për vazot e tjera, më arritën vetëm për ato vazot e gjata, dhe sot mora dy të tjera dhe mire këtyre është që kanë më shumë, ishin 10 litra, 10 kg, edhe ishin dhe me ofertë, ishin 2 copë 5 euro, kështu që tani do merremi me mbjelljen e lulkave, sepse të shkretat duan që të ndahen nga njëra tjetra, sepse janë shumë të dëndura bashk, edhe duhet që t'i rregullojmë. Koha njëra del diell, njëre kemi vrentur, unë me që drekën e kam të bërë, do merrem me lulet edhe nga mbasditja nga ora 6-7 ose 7 më duket, jo më duket, nga ora 7 me shumë siguri, sepse këtu erësohet shumë vonë, do dalim nga liçeni që kemi këtu afër, nuk kam dal asnjëherë dhe do dal nga liçeni të shikojmë njerëz se si do jetë, sepse shikoj shumë njerëz që ecin te kjo rruga dhe ngjiten për
nga liçeni ku duket, domethënë duket tek harta që kemi liçenin këtu afër. Kështu, tani dalim në balkon dhe mbjellim lulkat tona. Spring brings tulips, summer's roses bloom. Fall's chrysanthemums, winter snowdrops roam. Each flower grows a thought of you. My garden's full with love so true. The petals fall but memories stay. Your face appears in every sway. If love were plants, you'd be my seed, growing in my heart indeed. If I had a flower for every time I thought of you, I could walk in my garden forever, loving you. The breeze blows, carrying my dreams in this garden of love gleams. The breeze blows, carrying my dreams in this garden of love gleams. If I had a flower for every time I thought of you, I could walk in my garden forever, with love so new. From dawn till dusk, side by side we'd roam in this garden of love. We'd call it home. Down till dusk, side by side we'd roam in this garden of love. We'd call it home. Spring brings tulips, summer's roses bloom. Fall's chrysanthemums, winter snowdrops roam. Each flower grows a thought of you. My garden's full with love so true. The petals fall but memories stay. Your Gati për të dalë nga liçeni. Unë vesha streqet e zeza, një xhaket, atletet, edhe ikim të shikojmë se si do jetë natyra këtej afër shtëpisë, liçeni, pyjet, dhe jam shumë kurioze. Inshallah të jetë bukur edhe të dal, t'ja vë vetes qëllim që të dal, nuk e di për ditë apo jo, por dua vërtet të bëj hapa gjatë ditës. Nuk e di, po që nga shumë bukur, edhe tani doli dhe pak dielli, pas ka edhe njerëz që po bëjnë ecje, dhe nuk e di, kjo qetësia, këto zojsht, besoj se dëgjojnë dhe në sfond, nuk e di, kënaqesh. Tani kam vendosur t'i bie rreth e qark i liçenit dhe bëj xhiro derisa të bëj 10.000 hapa. Kimlerle çalıştığını asla bilemez. Çünkü Çiğdem oyun oynamadan duramaz ki. Good morning, po pse norma fik dritën? Ne do dalim për piknik dhe do bëjmë ca foto të bashkëpunimit me Raboesin.
piknikut, shkuam në shtëpi, hëngrëm drekën dhe unë tani do shkoj tek Lidl për të blerë spinaq që nesër të bëjmë spanakopita, bëjmë pite me spinaq nesër. Dhe do shikoj për 1-2 gjëra të tjera të vogla. Më pas do bëjmë një recet ëmbëlsire që do ja u tregoj tani, do ta shohim pastaj. T'ju tregoj tani se çfarë bleva tek Lidl. Ishte hera parë që shkoja tek Lidl-i që kemi këtu afër. Afër shumë nuk është sepse e bëra gjithë rrugën në këmbë. Nuk e di ku lash dhe telefonin, sepse ju thash që do bëj hapa çdo ditë. Por se sa kam bërë sot, nuk e di. Sot kam bërë 6500 hapa, jemi mirë. Sa pa gjë fare, jemi shumë mirë. Ai Lidl-i që unë shkova sot ishte shumë i madh. Çfarë nuk ishte, vetëm lule nuk ishte, kishin ngelur disa në vazo, por unë doja tulipan, por mendoj se ka mbaruar dhe koha e tulipanëve dhe zor se gjen tani. Mora lule shtrydhe, këto ishin në ofertë, 400 gram diku tek 3 euro. Ja, po vini shumë herë mirë, ishin më duket të Spanjës, edhe janë kështu të vogla, po, nga Spanja. Dhe unë i marr gjithmonë lule shtrydhe kur janë të vogla, kur janë të mëdha nuk më pëlqejnë, se më duket sikur kanë shumë pesticide, janë fryre, janë rritur nga pesticidet, por këto janë të mira, janë të vogla. Mora koper, ose dill, ose ani thonë në greqisht, sepse nesër do bëjmë byrekun me spinaq. Mora vezët, marrim këto. Tjetër, ky është spinaqi që ne marrim tek Lidl-i, që ja vend ta marrësh për të bërë byrek, sepse në marketet e tjera janë disa qerse nga 125 gram dhe kushtojnë diku tek 3 euro, 4 euro, kurse kjo e madhja ka 500 gram, ishte vetëm 3 euro e pak, ose 3 euro, diçka e tillë. Këtë do ta fus në lavamar me ujë të ftohtë, do ta lë për pak, për disa minuta, do ta shplaj në disa herë, edhe ta grij dhe ta kem gati për nesër që do bëj byrekun. Edhe brumin e byrekut do ta zë që sot, që nëse e lë gjatë natës, e lë për disa orë, ai brumi bëhet akoma më i mirë dhe hap me petët më shpejt. Tjetër, të nxjerrim pak portokallat, sepse bëra gabim që e vendosa në fund, sepse njëra më është shtypur. Marr këto portokallet, të cilat janë me sheg, dhe unë i kam shumë qejf këto, që janë të shartuara me sheg. Mora dhe djath nga ky që nuk është i shtrenjtë, që e marrim kur bëjmë byrekët, sepse ai tjetri që ne ham është ai greku që e marrim tek market, edhe është jarova emrin asaj markës greke, por morëm këtë të Milbonës, 250 dhe 250, sepse unë byrekun me spinaq e bëj siç e bëjnë grekët, me koper, me djath, me erza të tjera dhe del shumë e mirë. Tjetër morëm domatka, sepse na kishin mbaruar. Isha nisur për 2-3 gjëra dhe përfundon duke marrë dhe gjëra të tjera sepse kujtohesh që të mungojnë. Mora një kastravec, nga kjo bio, se sa bio është, nuk e dim, po. Dhe shuqyr që u kujtova që nuk kisha më miell në shtëpi, kisha shumë pak, dhe mora dhe këtë miellin që e përdorim për byrek, për bukë dhe del shumë e mirë. Gjëja e fundit, ne në shtëpi kemi kohë që nuk i hajmë produktet e mishit si sallamrat e gjërat e tilla salcice, por pash dje një filmu që po hanin salcice, edhe tani shkova e mora. Kjo është me pul, edhe për në mëngjes, ai që nga dhe me djath cheddar brenda, është edhe paprika. Do jetë mirë. Për në mëngjes për shembull me vezë, e pret copa të vogla, e skuqim në tigan edhe del super e mirë. Të gjitha këto që pat deri tani, sepse vezët i mora te marketi tek Lagja, nuk i mora në Lidl, 19,50 të Lidlit, edhe 4 euro mora vezët, 15 kokra vezë, 4 euro. I mora këtu që i bje diku tek 23 euro për gjitha këto ushqimet. Tani nuk e di, edhe mami më ka thënë që
janë rritur çmimet si në Shqipëri edhe në Greqi. Domatet sidomos janë bërë të shtrenjta kudo, nuk e di pse tani fillon dhe sezoni tyre. Nuk e kuptoj pse janë rritur kaq shumë, sepse unë mbaj mend gjithmonë që në Greqi, sa herë shkoja me mamin për të bërë pazar për fruta perime që bëheshe një herë në javë aty tek lagja jon, domate gjen me super ulje, nuk e di pse po ndodh ky po tani, ne e di pse po ndodh ky ndryshimi i çmimeve për të gjitha gjërat që po ndodhin nëpër botë, por kudo domethënë është bërë shtrenjtë. Edhe lule shtrydhkat i vendosim në një tas me ujë të ftohtë me pak uthull, t'i lëm disa minuta, t'i shplajmë edhe t'i ham mezi për t'i ha këto sepse mbajnë nerv fantastike, shumë të mira. Kështu njerëz, hapat e ditës i bëm. Pazarin e bëm, piknikun e bërëm, tani do bëjmë një ëmbëlsirë. Tani, unë kam kohë pa bërë një ëmbëlsirë, ju e keni parë edhe në kanalin tim, por edhe në Instagram që nuk kam postuar ëmbëlsira. Dhe çfarë do bëjmë sot, duke qenë se nesër ne bëjmë një javë që jemi futur tek shtëpia jonë e re, unë nuk kam bërë akoma një ëmbëlsirë. Kemi biskota e gjëra të tilla që unë nuk po i ham, por thash të bëja një ëmbëlsirë. Nuk e di, kur filloi Ramazani, unë mora kadaif, edhe përdora shumë pak. Tani kadaifi do përgatitur diçka tjetër që mos na ngelet aty, do bëjmë një ekmek kadaif. Recetën do e marr nga një kuzhinier, nga një pasliçer grek, nuk është shpikur. Thjesht do e bëj sipas mënyrës së tij, do e bëj në një tavë shumë të vogël, nuk e di ku e kam këtë tavën, duket këtu lart, ja. Nuk do bëj tavën e madhe, do e bëj këtë tavën e vogël, këtë këtu rumbullake, dhe për ne është mjaftueshëm që mos të ham për ditë ëmbëlsira, edhe ta kemi nesër për drek, besoj se do vi, sa ashtu na ka thënë, do vi edhe Rai. Edhe kështu do bëjmë byrekun, do bëjmë ëmbëlsirën, e do kemi plot gjëra të mira. Tani i vendosim këto në përvende dhe vazhdojmë nga përgatitja e ëmbëlsirës. Do ja tregoj edhe juve sigurisht këtu në YouTube. Atëherë, këtu tek tava, siç e pat deri tani, kemi kadaifin, edhe kam 250 gram kadaif, edhe 180 ml, 180 gram në fakt, gjalp i shkrir. Do ta lyejmë të gjithën nga sipër, do t'ja shtojmë dhe do e fusim në furrë për 40 minuta në 200 gradë ose edhe më pak, varet nga fura që ju keni. Dhe ndërkohë duhet të ulem kështu, dhe ndërkohë që ne pjekim kadaifin, do përgatisim shurupin. Për sherbetin do të na duhen masa të barabarta të sheqerit edhe ujit. Unë tani, duke qenë se nuk po bëj masat e plota të recetës, sepse siç e pat unë kam bërë një tavë të vogël, do të na duhen 250 gram sheqer, edhe 250 ml ujë. Marrim një gotë. Gjithashtu edhe lëkura e një limoni. Gati edhe përbërësi që do të na duhen për kremin e pastiqerisë që do t'i shtojmë sipër kadaifin. Ndërkohë kadaifin bashkë me sherbetin e kam lënë tek tavolinë e bukës atje, që derisa ne të bëjmë kremin, ajo ta ketë thisur të gjithë sherbetin. Ka marrë një aromë fantastike, edhe pjekja ka dalë tamam ashtu në ngjyrë artë edhe ngjyrë kafe e bukur. Tani, t'ju tregoj shpejt e shpejt përbërësit. Për gjysmë masat, ju nëse do bërni tavë më të madhe, për shembull të bërni tavën tjetër të xhamit ose një tavë tjetër më të madhe se kjo imja, shtojni përbërësit. Atëherë, na duhen 2 gota me qumësht, 500 ml do me thënë qumësht, na duhen 100 gram sheqer i bardhë,
50 gram me corn flour me një seshte, na duhen vanilje dhe 25 gram gjallë, do me thënë një lugë gjelle me gjallë, dhe tjetër na duhet një e verdh veze. Atëherë, procesi i përgatitjes së kremit të pastiqerisë është që do përzijmë të gjithë përbërësit përveç qumshi. Do t'i përzijmë mirë me telin e kuzhinës dhe kur ajo t'i jetë trashur tashu siç duhet, do ta shihni gjatë përgatitjes siç do e bëj. Do shtojmë gjalpin, pasi ta kemi hequr nga zjarri, do të shtojmë gjalpin, do ta përzijmë mirë dhe më pas ta kemi gati për t'ia shtuar. Sot i madh kështu është, duhet të flasësh me këmbë, me duar e me çat kesh në dorë. Dhe siç po thosha, do ja shtojmë gjalpin në fund pasi të jetë trashur kremi. Dhe më pas do ja shtrojmë të gjithën kadaifit. Tani po vazhdoj unë, se po vazhdova të flas, pak jam e lodhur, sepse kam gjithë ditën që jam vërtall, edhe bëra edhe një video në bashkëpunimit me Raboesin, me ato pupat që i kam marrajt kësaj radhe, por shoqyr më vinin pak aty te këmbët edhe rinin mirë. Vazhdoj. Super e mirë. Vetë se unë e nisa më herët, sepse kjo do të ri në frigorifer disa orë që të mpikset mirë, por unë, duke qenë se po bëja dhe video reels, doja që të arrija dhe dritën, se po na perëndon dielli, edhe e nisa pak të ngrohtë, edhe copa më doli shumë mirë, po pastaj mu prish pak, sepse është akoma e ngrohtë. Por gjithsesi, ka dalë shumë e mirë. Bëjeni në shtëpi. Është e freskët, sepse kjo do të rrinë frigorifer, ka dhe lule shtrydhe dhe e bën shumë praverore si ëmbëlsirë. Mua më pëlqen shumë.
Hangra një 3-4 piruna. E tani, mjafton. Do ta vendosim në frigorifer, që të gjithën bashkë me copën time. Dhe nesër do t'i bëj një foto të bukur copës, të dali tamam siç duhet, sepse sot nuk na doli tamam, nga që është e ngrohtë siç e thash. Dhe do ndrohem dhe do ulem, do shikoj një serial turk, sepse është ora, nuk e di, sa është ora tani? Është ora 8:30 dhe unë nuk kam qëndruar fare sot. Nuk e di se si më ka ikur koha, po kur bën content dhe 2 video brenda ditës është super e lodhshme dhe nuk e ka fare të bësh gjë tjetër. Plus që e pat që edhe pastrova pak shpinë, sepse ishte bërë kjo pjesa e kuzhinës gjithë thrime nga kadaifi, jo nga dreka, jo lajen, edhe prapë të shikoni, unë kam vendosur në lavastovilje, kam një tenxhere prap në lavaman dhe imagjinoni, ngela duke larë edhe prap bëhen. Kështu që po e mbyll për sot, nuk e di nëse nesër do vazhdoj regjistrimin apo jo, por me shumë mundësi nuk do regjistroj nesër, sepse është e diel dhe duaj që ta shijoj pushimin bashkë me Gjesin, siç u thash do kemi dhe njerëz për dreke dhe shumë njerëz. Kjo ishte dita ime sot, edhe një ditë para 2 ditësh besoj ka qenë e regjistruar. Sa të sistemohemi, sa t'ja marrim pak dorën, sa të mësohemi në lagjen tonë të re. Edhe kështu, që nuk na le zana të bëjmë video, mami. Kështu njerëz, shpresoj ta pëlqeni këtë video dhe të shihemi në një video tjetër akoma edhe më të bukur me gjëra të reja dhe gjëra të bukura. Pafshim!